Të dashur shqiptar, emri origjinal i Durrësit është Epidamnum. Kjo është helenizuar më vonë në Epidamnos. Çdo thot Epidamnum, fjalë për fjalë, pranë dëmit. Damnum është në emërore një lloj, edhe në kallëzore një lloj. Tani, të gjithë emrat që kanë dalë në gjuhën shqipe, në gjuhën e Sardenjës, në gjuhën arumune dhe atë siciliane, kanë dalë nga emrat në rasën kallëzore, nga latinishtja vulgare. Damnum është bërë damnu. Në shqip është bërë dami. Pra forma e trajtës së shquar është primare. Prandaj ka ardhur fjala njirokshe dam. E njëjta fjalë dam është gjetur njirokshe në gjuhën e Friulias. Është gjetur gjithashtu në Ligurian, danno me o. Është gjetur në gjuhën rumune, daune. Është gjetur në gjuhën e Sardenjas, danu. Në gjuhën dalmate, damno. Kjo është gjuha dalmate e vërtet. Dhe është gjetur tek emri Danjo, Danja. Është qytet, Danja, do thot dëmi, e tmerrshme. Nuk gjetet fjalë. Emri i qytetit të lashtë Danja do thot dëm. E frikshme. Për te imagjinatës njerëzore, këtë zbulim e bëre gjatë regjistrimit të filmit tani. Nuk e dija. Në gjuhën siciliane është danu. Pra, uja e gjuhës siciliane i përgjigjet is në gjuhën shqipe. Në gjuhën Asturias është danju me një. Nuk gjetet fjalë. Nuk gjetet fjalë. Në gjuhën Ocitan është dam, si në shqip. Në gjuhën Piedmonteze është dan. Pra vjen nga latinishtja damnum. Në italisht është danno. Pra oja italishtes i përgjigjet us siciliane dhe sardenjas dhe i përgjigjet i në gjuhën arumune dhe në shqip. Pra kjo është forma e tretës së shquar shqipes, dami. Nga fjala dami ka ardhur dam. Në gjuhën e veriut ne kemi bërë dëm. Në efektin e greqishtes shqipja është prishur komplet. Pra dam është primare e veriut. Dami, forma e tretës së shquar është fillestare, dam është forma e pashquar që ka ardhur nga dami. Dhe gjë më të mërshme është kjo. Emri Durrësit është Epidamnum. Tani, trupat e Aleksandrit të Madh e pushtojnë në shekullin e 4 para son të gjithë Ilirin dhe i vënë emrin Durrësit Dyrachion ose Dysrachion, që do thot dys e keqe, dhe rachi, në greqishtën e sotme, do thot shkëmb i zhveshur, por ka qenë rachion, emër përkëdhelës. Pra, ka qenë një formë shkëmbi që ka patur kokën e kalit. Në gjuhën tyrenase, damnos i thon kalit të Trojës, ose ai që solli dëmin. Tyrenasit janë parentësit e gjuhës etruske. Merë frymë thellë. Mendoj që gjuha etruske nuk është gjuhë indo-europiane. Qënka, sepse nëna e saj, Tyrenian, përdor fjalën dami për kalin e Trojës, damnos. Por kjo është forma e helenizuar. Në origjinal është damnum. Pra, edhe emri Skardon, nga skardium, që do thot vëzhgim, vërejtim, gjykim, Skardona ka dhënë emrin Skardon, ka dhënë Skordus, ka dhënë Skordiski. Mendoshin fise kelte, jo janë ilir, emri të cilve vjen nga fjala vëzhgim, vërejtim, vëzhgues nga pika e malit, Skardon. Këtë se dinte njeri. Genti. Genti në italisht është gente, njerëz. Vjen nga latinishtja gentum. Genti është forma e trajtës së shquar.
si në shqipen e sotme. Dhe epidamnum do thot fjalë për fjalë brënd dëmit, një lloj si në shqip. Këto janë emra latin që kanë ekzistuar në Shqipëri, e sigurt, përpara se ne të pushtoheshim nga trupat Aleksandrit, shekulli 4 para erës sonë. Të gjithë emrat latin në Shqipëri janë ndryshuar në emra grek. Merr frymthell. Popullsia vendase indigjene ka folur latinisht. Kjo është kaq shokuese dhe si ja priste mendja e njeriu në botë. Legjendat thonë, dhe pas kanë qenë të vërteta, që trojanët, mbas shëmbjes së Trojës, u derdhën për në Gadishullin Ilirik, kaluan përmes Ilirisë dhe nga Italia e Veriut u hodhën për në Alba Longa dhe ndërtuan Romën. Po të shikosh toponimet e Ilirisë, Ilirët, kjo popullsi ka folur latinisht përpara pushtimit romak, ka dhe prova të tjera që unë i kam gjetur më përpara, po s'doja të besoja. Unë kujtoja se Ilirët, duke dashur të justifikojnë mitet për Trojën, i kanë vënë ata këto emra për të justifikuar gjoja kalimin e romakëve ose albanëve për në Alba Longa, nga Iliria, prej Trojës. Mirë po këto janë toponime, këto janë emra, këto janë pjesë të arealit ilir përpara pushtimit të Ilirisë nga Aleksandri i Madh. Ne mendojmë Aleksandrin e Madh shqiptar, e kemi gabim. Aleksandri i Madh vendosi që gjuha greke të bëhet gjuhë universale dhe e bëri gjuhën e perandorisë së tij. Ishte i dashuruar me Iliadën dhe Odisean. Ishte i çmendur. U çmend nga mësimet e Aristotelit. Shikoni ç'a bën ideologjia greke. Që sot e tutje ne do bëjmë fjalë për ideologjinë greke. Çfarë është ideologjia greke? Helenizim i plot. Total, që mund bëhet dhe pa pushtim, thjesht duke lexuar 2 libra, Iliada dhe Odisea. Me 2 libra, grekët kanë pushtuar botën. Ju betohem. Pa luftë. Njerëzit e kishin për krenarit, hiqnin emrat e tyre autokton, epidamnum, dhe ta bënin dyrachion. Shkëmbi keq. Emri Durrësit sot është gabim. Emri original është Kali i dëmshëm, Kali i Trojës, Kali i mallkuar, pran Kalit. Shkëmbi ka patur formën e kokës së kalit. Shkëmbi Durrësit, edhe sot e kësaj dite ashtu duket si një kal. Pra, përfundimisht, Ilirët kanë përdorur fjalë latine më shumë se 200 vjet përpara se të pushtoheshin nga Roma. Si shpjegohet kjo? Këta në emra original, Skardon. Në Kroaci, në Shqipëri, Mali Sharrit sot. Epidamnos është helenizuar, në original ka qenë Epidamnum. Tani, paragjykimet tona kanë qenë gjithmonë të dëmshme. Ne kemi menduar që fjalët në Shqip kanë hyrë mbas pushtimit romak. Këto janë fjalë të trashëguara, dami. Vjen nga damnum. Dhe ky proces ka lindur shumë më përpara se na të pushtoheshim prej romakëve. Pra nga damnum ka ardhur dami. Forma e tretë së shquar, dam, forma e tretë së pashquar e gjetur në gjuhën e Friulias, e gjetur në gjuhën italiane, ligurian, piedmonteze, në të gjitha pijet e latinishtes. Madje edhe në frëngjishtën e vjetër është dam, nuk ekziston më kjo fjalë. Në gjuhën e normanëve që pushtuan Shqipërinë. Pra, varianti i Sicilisë, Danu, edhe i Sardenjës, përkon me dami. Gjë më qesharake është se në gjuhën baske është gjithashtu damu. Një gjuha baske që është gjuhë jo indo-europiane ka ruajtur formën e tretë së shquar të shqipes arkaike. Damu. Shikoni vetë që gjithmonë të bindeni. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni quhet katastrofë gjuhësore. Ne kemi prishur emrat e lashtë
latin dhe i kemi bërë emra grek me urdhër të Aleksandrit të Madh. Damnum është emri epidamnum, pranë dëmit, fjalë për fjalë, e emri Durrësit. Dhe kjo ka dhënë Danu në gjuhën e Sardenjas, Danu në gjuhën e Sicilisë, ka dhënë Damu në gjuhën baske dhe Dami në shqip, dhe prandaj ka ardhur dëmi. Forma e tretë së shquar është primare, por ne këtë nuk e dinim. Ne kujtonim se është prapavendosur kjo formë e emrit Dam. Pra, shqiptarët nuk e dinin që gjuha shqipe është bij e latinishtes, por e një latinishte e folur në Iliri përpara pushtimit romak. Dhe kjo vërtetohet pikërisht me fjalën dëmi, që është damnum. Ky është emri Durrësit, epidamnum. Helenët e marrin këtë dhe e helenizojnë, e kthejnë në emërore, epidamnos. Këtë bën me fjalën skardona, e bën skardos, e bën greqishte. Është një lloj si puna e deputetit të Partisë Demokratike që hyri në mbledhjen e Omonjas me emrin Flamur Noka dhe doli nga mbledhja e Omonjas me emrin Flamuris Nokas në gazetat greke. Brenda ditës ai u bë grek me urdhër të Sali Serbit. Pra, Partia Demokratike është helenizuar, një lloj siç u helenizuan ilirët. Ka ndodhur i njëjti proces. Kemi rënë në dashuri me grekët. Edhe zonja Eleni Kocaqi ka rënë në dashuri me grekët dhe thot: grekët janë shqiptar dhe shqiptarët janë grek. Ndërkohë që gjuha shqipe thot jo, gjuha shqipe është gjuhë latine e vjetër. Ligjet gjuhësore të Shqipes tregojnë që nga rasa kallëzore, damnum ka ardhur forma damnu në gjuhën siciliane, në gjuhën e Sardenjas, madje edhe në gjuhën baske, dhe është bërë damni në Shqip dhe prandej ka ardhur dam. Forma e pashquar pastaj në ndikimin e greqishtes, kjo formë e Shqipes veriore është prishur në dëm. Ky dëm që flitet në Korçë është formë e greqizuar të dashur shqiptar dhe një formë arumune pra. Dam është origjinale e Shqipes së Veriut. Dami është forma e tretë së shquar primare nga damnum, formë latinishtes në kallëzore. Dhe kjo pas ka ndodhur me emrin e Durrësit para pushtimit të Aleksandrit të Madh. A nuk është kjo e frikshme? Pra, në ilirisht vulgare ishte epidamni, një lloj si forma e tretë së shquar të Shqipes sot. Gjuha shqipes ka ndryshuar pra fare që nga shekulli 4 para rëson, e sigurt, në momenti kur Aleksandri i Madh e ndryshon epidamni në epidamnos në greqisht. Pastaj ndryshon edhe një herë dhe e bën dyrakion në greqisht, shkëmbizhveshur. E tmerrshme. Është një lloj sikur të marrësh identitetin e serbëve që i thon Golobrda në Peshkopi, një kodre të zhveshur. Kjo është kodra e zhveshur në greqisht, dyrakion. Nuk u vjen turp, keni ndruar emrin origjinal epidamnum, pranë dëmit, pranë kalit të dëmshëm. Kali Trojës ishte një epitet i vënë nga ilirët. Latinishte e pastër, epidamnum, dhe shkojmë dhe e bëjmë dyrakion, sepse kështu dha urdhër Aleksandri i Madh, të cilin ne quajmë hero kombëtar, pushtuesin e Ilirisë, e cila fliste latinisht. Ai vë emrin grek, ne marrim emrin Aleksandrit dhe është origjina e fjalës lek, e lekut ton, kombëtar, fjalë një rokshe. Ne një rokshat. Ne orangutangët morëm emrin e pushtuesit dhe kemi bërë emrin e monedhës kombëtare. Deri këtu kemi shkuar. Këtë bën Eleni Kocaqi, ka krijuar shtëpinë botuese Dodona, merr fjalë nga Iliada dhe i bën shqip dhe thot pastaj grekët janë shqiptar dhe shqiptarët janë grek, ti heqim kufit, të shkrihet Shqipëria me Greqinë. 1 milion refugjat që kanë shkuar në Greqi për një sufllaqe janë bërë grek dhe regjistrohen si grek në Shqipëri dhe pastaj Greqia do kërkojë bashkimin e Shqipërisë me Greqinë pa luftë. Kaq të çmendur janë shqiptarët, por arrita unë në momentin e duhur që t'ju shpjegoj që emri Durrësit paska qenë në latinisht
dhe shqipja është bie latinishtes. E sigurt. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra ne kemi emrat latin para pushtimit romak, epidamnum. Pra ndëmit.